Prerja ilegale e drunjve nuk ka të ndalur. Kjo ndodhe dhe pas thirrjeve të njëpasnjëshme të policisë, e cila njofton për implikimet ligjore që janë të parapara për të gjitha ata persona që futen në këtë lloj biznesi ilegal. Ngjarja e fundit ka ndodhur mbrëm në qytetin e Gustivarit. Nga fillimi i shtatorit, pothuajse çdo ditë policia ka evidentuar nga një rast të prerësve ilegal të drunjve. Shtatori dhe tetori janë stinët që tradicionalisht njihen për përgatitje dimrore. Në këtë kohë, popullata zakonisht shfrytëzon rrezet e diellit për të bërë sigurimin e drunjve për djegje dimrore. Shitësit e drunjve njoftojnë se çmimet e fundit rrotullohen nga 40 deri më 45 euro. Ofertë kjo është shtrenjtë për xhepat e skamnorëve. Ky fakt i ka bërë qytetarët që të kërkojnë edhe alternativa të tjera për sigurimin e kësaj lloj përgatitjeje. Ata pranojnë që të blejnë drunj nga shitësit ilegal që presin pa leje pyet dhe ofrojnë çmime më të lira që fillojnë nga 35 euro, por gjithnjë të kanosur nga rreziku se do të kapen nga organet e rendit. Nga fillimi i shtatorit e deri më sot, policia ka arrestuar me 10 persona që janë hasur me drunj të vjedhur. Rasti i fundit ka ndodhur dje rreth orës 20 në bulevardin Vllezrit Gjinovski në Gostivar, ku policia ka ndaluar një automjet për pesha të rënda të tipit Fiat që drejtohej nga 48 vjeçari me inicialet IJ nga Banjica e Poshtme. Nga stacioni policor në Gostivar njoftojnë se gjatë kontrollit të realizuar në këtë automjet kanë gjetur 1 metër kub drunj për të cilat drejtuesi i automjetit nuk ka poseduar asnjë lloj dokumentacioni. Automjeti si dhe drunjët janë dorëzuar policisë malore, ndërsa IJ do të përballet me pasuja ligjore për këtë lloj vepër penale. Nga sektori punëve të brendshme nga fillimi i këtij muaji dukshëm kanë rritur aksionet e kontrollit dhe pothuajse çdo ditë kanë hasur persona me drunj të vjedhur. Për të parandaluar gjendjen e krijuar, nga ky nivel njoftojnë se në mjetet e transportit ku do të gjenden drunj dhe në ndërkohë transportuesi nuk do të posedojë leje adekuate, të njëjtat do t'ju merren menjëherë dhe do t'i dorëzohen policisë malore për procedurë të mëtutjeshme. Ndërkaq, nëse bëhet fjalë për vjedhje të bërmasave të mëdha, kundër të involvuarve do t'inicijohet procedurë penale me akuzë për shkatrim të pyjeve, që është vepër penale për të cilën është parapar dënim me mjete financiare ose burgim prej 3 deri më 5 viteve, nëse keqpërdorimi është bërë në hapësirë të mbrojtur malore, park nacional ose mal për qëllime speciale. Nga sektori punëve të brendshme përsërisin apelin që përfundimi të hiqet dorë nga prerja ilegale e drunjve, ndërsa qytetarët të kenë kujdes dhe të mos blejnë drunj nga furnizues të dyshimt, sepse ligjërisht bëhen pjesë e krimit dhe për të njëjtit pasojnë implikime ligjore.